Përmbytjet e vazhdueshme, por edhe mundësi që të ofron fshati, kanë bërë që të rinjtë të Obotit të zgjedhin emigrimin. Një fakt i tillë tregohet edhe pas shpinës time, që prej vitesh shkolla e Obotit është mbyllur dhe nuk nxjerr më asnjë brez të ri nxënësish. Rrugët e zbrazda dhe heshtja thellë kanë zëvendësuar zhurmën dhe gjallërinë e dikurshme të rinjve. Kjo është pamja që të ofron sot fshati Obot. Përmbytjet e njëpasnjëshme të dekadës së fundit së bashku me mungesën e perspektivës për të rinjt kanë bërë që fshati të boshatiset nga rinia. Dikur Oboti numëronte mbi 700 banor, ndërsa sot realiteti është krejt ndryshe. Në zonë kanë mbetur kryesisht të moshuar, shkak ka sjellë edhe mungesë të ndjeshme të fuqisë punëtore. Vetë banorët shprehen se të rinjt tashmë numërohen me gishtat e dorës. Të rinjt kanë ikë më rrjem, tonë prej holli kanë ikë, por nuk ka ikë kush prej shefit sat. Ka të rinj në zonë tu? Ka të rinj, tonë kjo zonë mund të jenë 10 vjet. Mund të jenë kjo zonë 10 vjet, mund të jenë, po them. 7 vjeç po nai se kanë ikë tonë më rrjem. I da je gja jeta. Kanë ikë në Gjermani, përse s'kanë që bojnë tu. Tash ai pension me 20.000 lekë pension, ajo të uhet, si të uhet. S'ka të ri, veç mosha e tretë. Mosha jeme edhe pak edhe ma të shumë. Sa të ri mund të ketë zona pak a shumë? Mund të jenë me numëru me gishta, 3-4 vetë, 3-4 të ri, ja ma shumë. Shkollë s'ka, mbyllën, tash po banë 12 vjetë, që është e mbyllën shkolla. Ti fëmijët ku ke jashtë gjithë? Unë fëmijën jashtë, shumë keq. Nuk ka perspektivë më për trikë? Ja, s'ka perspektivë, njerës nuk ka. Kanë 720 banor, mund t'jenë me 5-6 janë mo. Shpijet e mbyllëna, do më thonë, shumë keq. Në pa perspektivë, kërët, me ta prish qefin me gjithka. Qa më ndorë zotit. Fshati Obot në njësinë e anës së Malit, pjesë e bashkisë së Shkodrës, renditet ndër zonat më të prekura nga emigrimi.